Nisma Social-Demokrate mbrëm ka zhvilluar hapjen zyrtare të fushatës zgjedhore në komunën e Prizrenit me një tubim publik në kejnë e Shadravanit ku kanë marrë pjesë qytetarë dhe mbështetës të këtij subjekti politik. Kandidatja për kryetaret e komunës së Prizrenit nga Nisma Social-Demokrate, Albulena Balaj Halimaj, prezantoi programin dhe vizionin e saj për zhvillimin e qytetit duke theksuar pjesëmarrjen aktive të qytetarëve dhe të rinjve në vendimarrje. Zhvillimi i arsimit është pakoja e arsimit. Do të ketë biblioteka moderne në secilën lagje dhe në secilën shkollë. Mësim gjithditor do të fillojë të aplikohet në shkollat ku shkollat janë vetëm me një ndrim, aty ku ka hapësirë dhe mundësi. Do të ketë shkolla të sigurta edhe miqësore, ushqimi i shëndetshëm në shkolla me mëngjes ose drek aty ku përshtatet në ndrime. Do të ketë program të veçantë shkolla pa dhunë, në të cilat do të ligjërohet për bullizmin. Do të ketë në secilën shkollë dollap, në secilën klasë, aty ku nuk ka mundësi të bëhen për 2 klasë dollapët, do të janë në korridor, sepse çantat e nxënësave janë tejet të rënda dhe kjo do ta lehtësoj çantën e nxënësit. Angazhimi i mësimdhënësve nga diaspora, këtë kemi parapar për të gjithë ata mësimdhënës që punojnë në perëndim, kur vinë në qershor dhe në dhjetor, kur i kanë mundësitë e tyre të bashkëpunojnë me ta dhe të ndjekin nxënësit edhe ligjërata nga ta dhe të japin përvojën e tyre ata tek shkollat tona, tek qerdhet publike edhe private funksionale. Brenda 6 muaj kemi parapa funksionalizimin e të gjitha qerdheve që janë këtu, edhe në për shkollat të cilat ka mundësi 1 klasë apo 2 klasë që janë të lira, mund t'i bëhet një hyrje veçantë dhe të shndrohet në qerdhe, por të mos e bëjmë ose të mos e vendosim fokusin vetëm në qerdhe publike, duhet t'i mbështesim edhe qerdhet private të cilat kanë kontribuar mjaft shumë për fëmijët tonë. Do t'i mbështesim me trajnime shtesë falas edhe me shërbime të tjera. Kryetari i Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj në mbështetje të Balaj Halimajt ka dhënë për vizionin e saj dhe për Prizrenin. Albulena Balaj Halimaj, ish zëvendës kryeministre dhe deputete, është një grua e guximshme me vizion të qartë për të ardhmen e Prizrenit dhe qytetarëve të tij. Me përkushtim të plot dhe gatishmëri për të vënë në shërbim gjithë potencialin e saj intelektual dhe njerëzor, ajo qëndron krah qytetarëve për Prizrenin më të zhvilluar dhe më të avancuar, ka deklaruar Limaj. Qytetarët e Prizrenit merrni një guxim të madh e bëni një dyshim të madh. Sidomos ju zonja, gra, vajza, bashkoj rreth Lenës, sepse askush më shumë nevojat e juaja nuk i kupton me atë që ballafaqoj çdo ditë. Ju nëna vetë ushqyese, ju nëna që keni shumë problem në rritjen të shëndosh, ashtu siç keni dëshirë të fëmijëve tuaj, pa dhunë, shkollim të dinjitetshëm, me lagjet e sigurta, me ambiente, argëtimi për fëmijët tuaj, me shumë fëmijë që kanë kufizime në aftësitë e tyre. Ju më shumë se ju kërkush nuk i din se me çka ballafaqohej çdo ditë për ta pasur një familje të shëndosh. E kush më shumë e më afër mund t'i shëndroj hallet juaja, shësimet juaja, se një grua kryetare e Prizrenit, e që keni rastin kjo të jetë Albulena Balaj. Një grua, një vajze, tregon, e jam i bindur. Njëherë do të mjalla mundësien Albulenës. Herë e dytë kjo puna saj ka me zgjedhë. Nuk ka pak e shumë sot, tanë janë garët barabartë. Mjafton të një lëvizje fuqishme, e gruas, e vajzave, shtëpi për shtëpi, familje për familjen Prizren, dhe ju mundi ta bëni ndryshimin e madh. Gjërat e mëdha për Kosovën e Prizrenin kanë ardhur nga grupet e vogla, nga njerëz me vullnet e dëshirë, vullnet mirë, me zemër në shërbim të qytetit. Edhe mos harroni, pa e dashur, qytetin tonë nuk mund në ndihmon, nuk mund i shërben. Një dhe dyta, pa qenë 100% i fokusuar, me guxu me marrë vendimet maja, këtu nuk ndryshohet. Sipas tij, Prizreni, qyteti i lidhjes, kulturës, rinisë dhe sportit, meriton një qeverisje me duar të pastra,
një administratë që garanton zhvillim të qëndrueshëm dhe përparim për të gjithë. Prandaj, lista për kuvend komunal dhe Albulena janë zgjidhja më e mirë për qytetarët e Prizrenit, ka thënë Fatmir Limaj mbrëm në qytetin e Prizrenit. Me prezantimin e programit.